ti duhesh mi pas kraj nusën, më konë e vladi jatë. Nusja mundet më konë fëmija jatë, qika jote. Nga se do më konë mirë, se dhe ajo është e huja, po vje me jetu me ty. Nga se është prindi smut, mirë me jetu me prindin, fëmija. Nga se o prindi shnosh e mirë, normal që edhe ata duhen më knaq vetë. A ka një obligim në nuse më kujdes për vjerë, apo ti jesh për respekt e bojnë? Po, ka obligim. Respektin edhe obligim është. Puna vini? Gjakovës. A Gjakovës? Po. Am të rikon, jeton në Gjakov këto, apo? Po, në Gjakov. A e një non? Po. Sa shësim me që non, sot? Shpedi. Këtë kohën ku po jetojmë, se tash, që është edhe i letë për nona. Më varet për situatës. Qësh është situata? Se jo. Sa i marrin sot këshillat fëmija për i prindëve? Për fëmijët e mi, foli, shlirë, se mi pranojnë këshillat. A për tjerë tash nuk më i me ditë, ma shumë. Si she disa familje që i kanë braktis prind, fëmija. Që është ky fenomen kogja në rritjetën? Shumë e vërtet, më vje keq. Më vje keq kur dëgjoj për këto gjana që pëndodhin. Po shpresoj që edhe ata i bin pishmonit e kthehen. I kujtohen dyqyrë se vetë prind. Edhe mu ka bo dikosh, edhe unë jam prind. Nuk është mirë. A është faj që prind nuk merë, nuk punoj me ta, që devijon një fëmi, për shambë? S'ma marrëmendje. Absolut jo. Çdo prind fol me fëmijën e vet. Po, fëmit, kështu. Po, disa merren me karrierë, me punë, më që fëmijën i lajnë pakana si dytë, kemi edhe si familje. Po, po ndëgjojmë plot raste. Ndoshta kanë primar punën, karrierën, po fëmijën e ka të dytë. Nuk di shka me fol, për magat nuk e di, unë foli për vetën teme, për tjertë nuk e di. Do zoti bëhet mirë dikur. Sa ty tu ka desh me fëmijë, sa kohë e marë, sa këj pënu me fëmijë ti? Gjithmonë, për ditë, çdo ditë. Edhe që i kam të rritën, çdo ditë foli me ta. Jemi shumë të lidhën e mes veti. A i kitë martun fëmin? Po, djalin e madhe kam të martun. E bo dhe vjerë, a? Po. Që është më konë vjerë sot? Super. A i vjerë e vështirë? Jo. Nusja mundet më konë fëmija jotë, qika jote. Nga se do më konë mirë, se dhe ajo është e huja, po vje me jetu me ty. Ti duhesh mi pas kraj nusën, më konë e vladi jatë. Duhet me kalu mirë, me bo mirë, gjithë punat që këtë mirë. A pëse nusën e konsiderojnë pak ma ndryshe, të na, përgjithësi njës, e shojnë si shërptore, i apin uzime, urdhra. Se di, nuk kam përvojnë kësi... Une nuk kam kësi përvoje për ata foli, si për tjem të mi, si për nusën sa që kam. A është mirë një qift me jetu veç pas, pa prind, për me kalu ma qetë, pas te, apo? Në rrasë është prindi smut, mirë me jetu me prindin, fëmija. Në rrasë prindi shnosh e mirë, normal që edhe ata duhen më knaq vetë. A ka një obligim në nuse më kujdes për vjerë, apo ti jesh për respekt e bojnë? Po, ka obligim. Respektin edhe obligim është. Deri sa dënë ti djalin e dikujne. Kja. Po për ato nuse që kanë dëshirë familjen vetë me respektu, po vjerat se respektojnë prindë burë. Ja. Ka mendimi ki për ta? Jo. Shkërkojnë ata, dhe më thënë, kujdes, kur ata dhe më thënë familje dhe burit nuk ja dojnë. Flasin përgjithësi këto, Për ti fol përgjithësi, unë foli për punën teme, nuk më fol pas si kënd tjetër. Tjetër. Nuk është mirë, edhe ajo nuk është mirë. Po, me dialog diçka bëhet. Gjithçka fjarrit me të mirë. Të kura që dialogën për sa mirë e për s'ki gjithë? Unë e kom gjojt. Kalzoj pak? Unë e kom gjojt se jam qështu vetë. Jam asë personi që i du gjanat mirë më konë, vetë të mirë me pa. Kafën shpesh nusës, apo ma shpesh ta qita jo të përna drejtë? Nusja ma qëtë mu, jemi shoqe, unë aseja jo mu, jemi shoqe. E pas ka gjithë vjerën të mbogët moderna, ajo sa jo të? Po, me kohen. Ajo të jetë me kohën, generata ma e vjetër vjera. Absolut nuk di për ma shumë. Nuk ish kam vetë ma shumë se s'di shumë. Nuk di si më s'metu në Kosovë. Jo. Do të shprehu? Jo. Shka ka mu shprehu në pa foli realitet, sa shka si gjo. Një mesazh gjitha vjerave dhe nusëve që e këshe... Duni njëni tjetërën. Duajni njëni tjetërën. Si nusja mi bo non, vjerën, si vjera mi bo qikë. Shto. E ndërëmë, të urejmë atë mira, të falenderit shumë.